Deri në fund korrikut, nëse nuk do të kemi dorëheqje nga kryeministri Edi Rama, mendoj që do të hy apo do të ndërhyj shteti amerikan në Shqipëri? Unë mendoj që edhe në këto momente shteti amerikan është i angazhuar. Edhe do të kemi një qeveri teknike deri në fund të korrikut apo ju? Çka mendoni ju? Unë do mendoj që do të ketë një qeveri tranzitore, jo qeveri teknike, se me këtë termin teknika apo tranzitore luhet shumë në opinionin publik shqiptar, sidomos në mediat e qeverisë së Tiranës. Shqipëria ka nevojë për një qeveri tranzitore me një minimum mandati 1 vjeçar. Gjatë këtij mandati 1 vjeçar, qeveria e dalë nga ai shesh i protestave rinore duhet marrin përsipër dhe do të realizojë përpilimin dhe aprovimin me referendum të Kushtetutës së re të Republikës Shqipërisë, pasi praktikisht Kushtetuta e vjetër e aprovuar me referendum në 1998 është shkye, jo i herë, po disa herë, është shkye dhe është dhunua. Unë ju kam kërkuar institucioneve shqiptare disa herë, një fakt shumë interesant. Në ligjin e vitit 2020 për funksionimin e gjykatës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, në mend 8.4 thot atje që moszbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese sanksionet gjenden në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë. Nëse hyn në Kodin Penal të Republikës Shqipërisë, nuk ka asnjë sanksion për moszbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, praktikisht gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë sot është një institucion pa forcë. Që nuk ka asë një ligj që e mbështet sot në Kodin Penal. Dhe pranaj kanë bërë edhe atë që kanë bërë me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. E vërtet, po flitet her pas here, domethënë edhe për kryeministrit Edi Rama, që në fakt kemi posë edhe ndalimin e zonës Iqballi Udutit, domethënë dëbimin e saj, edhe ndalimin si e kanë shpallë si person non grata për 15 vjet e ka ndaluar me në Shqipëri, për arsye se po mendojnë që domethënë ka të bëjë me shërbimet iraniane, duke e ditë që më herët Shqipëria ka pas një sulm kibernetik nga Irani në fakt. Çka mendoni ju? A përfshihen shërbimet iraniane në këtë protestë? Shiko tani. Ajo çështja e goditjes kibernetike nga Irani ka diskutim, ajo është një temë e veçantë, ajo që u takon më shumë shërbimeve specializuara. Kurse unë dëgjova një intervistë Sali Berishës për këtë çështje që po interesoheni ju, dhe unë kam bindjen që ajo është përdorur jo nga shërbimet iraniane, po nga Sali Berisha dhe Edi Rama të dy së bashku, për të plotësuar atë pretendimin e tyre se gjoja iraniane ka interferojnë në protestat e shqiptarëve, që Irani nuk di se ku ka kokën e diçka më tepër për vete, e jo me pasurën mundësi me interferua aq lart në Shqipëri. Më falë pasaj, kush është e përdorur? Domethënë, kjo ideja e shërbimit iranian apo Iqballi Uduti është e përdorur nga Sali Berisha dhe Edi Rama? Iqballi Uduti, kush është ajo zonjë. Kja është përdorur për me plotësu atë pasullin e tyre. Aja është një protest madhështore e rini shqiptare për marrjen peng demokracisë që 36 vjet në Shqipëri. Me bazën e një projekti që i ka bazën jashtë Shqipërisë, por që është njëhet me emrin Katovica. Po për kryeministrin Albin Kurti tash që i fitoi zgjedhjet, kemi pasur her pas here deklarata të opozitës duke e quajtur kryeministrin tonë si ka politikë anti-amerikane. Në fakt, çfarë mendoni ju për kryeministrin Kurti duke e ditë që ju keni informacione dhe jeni në lidhje me Donald Trump? A është njëri i dëshiruar për Amerikën, kryeministri Kurti? Shiko tani, unë nuk mendoj që them në i gjatë të re që kryeministri është i majt, kryeministri Kurti është i majt, e madje anon i qik pak nga ekstremi majt. Du me ju prun vetëm një fakt.